Prokuroria e posaçme ka dhënë pretencën në lidhje me disa prej të pandehurve të dosjes Metamorfoza. Kur të pandehur janë marrë ish shefi i krimeve Dedan Gjoni dhe 5 persona të tjerë. Ata akuzohen për sigurim kushtesh për të kryer vrasjen e vëllezërve Edmond dhe Arben Nela, si dhe për trafikimin e një sasie kokaine nga vendet e Amerikës Latine drejt atyre të Bashkimit Evropian. Në rast se shpallen fajtor të akuzuarit do të përfitojnë në ulje të 1/3 e dënimit. Ismail Zeneli është dhënë pretenca për 15 vite burg, gjykimi i shkurtuar 10 vite burg. Për Dedan Gjonin 13 vite burg, gjykimi i shkurtuar 8 vite e 4 muaj burg. Për Bujar Gërmizin 10 vite burg, gjykimi i shkurtuar e ul dënimin në 6 vite e 8 muaj burg. Për Adrian Cena i 7 vite burg, gjykimi i shkurtuar i jep vetëm 4 vite e 8 muaj burg. Për Besmir Muratin 12 vite burg, gjykimi i shkurtuar i jep 8 vite burg dhe për Albert Prengën nga 12 vite burg, gjykimi i shkurtuar i jep të drejtën të vuajë vetëm 8 vite burg. Gjykata e posaçme më parë ka vendosur dërgimin e dosjes në gjykatën e Tiranës për të pandehurin Erzem Breçani me argumentin se akuzat për pastrim parash në bashkëpunim dhe për krahjet e autorit të krimit, të cilët rëndojnë mbi ish funksionarin e lartë të policisë së shtetit, nuk janë kompetencës saj. Bashkë me Breçanin, gjykata e posaçme shpalli mos kompetencë për gjykimin edhe të ish specialistës së Interpol Tiranës, Jonida Babameto, të akuzuar për shpërdorim detyre dhe ja kaloi gjykatës së Tiranës me të njëjtin argument. Më herët vetë Breçani, teksa deklaroi se nuk do të pranonte gjykim të shkurtuar, ka mohuar edhe akuzat.